Moderatorja e dashur për publikun shqiptar, Kiara Tito, ka emocionuar sërish ndjekësit me një video të ëmbël të publikuar në rrjetet sociale, ku protagonistja është vajza e saj e vogël, Luna Mari, fryt i dashurisë me këngëtarin Luis Eili. Në një atmosferë të ndriçuar nga thjeshtësia dhe dashuria prindërore, Kiara ka ndarë një moment të përditshëm, por tepër të çmuar. Luna ulur në dysheme, duke luajtur me dy topa të mëdhenj disko, e qeshur dhe e zhytur në botën e saj të pastër. Ndërkohë që babai, Luizi, ishte i angazhuar me një foto shooting profesional. Ndërkohë që babi po bën një super shooting, ne luajmë me topa, shkruan Kiara, me një ton të ëmbël dhe humoristik, duke na treguar se jeta për ta është një balancë e bukur mes karrierës dhe familjes. Pamja e Lunës me fjongon ros në flok, veshur me një bluzë të bardhë me dizajn të thjeshtë dhe pantallona të shkurtra xhinsi, ka bërë që zemrat e ndjekësve të shkrihen menjëherë. Ky është një nga ato momentet që, ndonse pa shumë fjalë, flasin fort për një jetë të mbushur me dashuri, përkushtim dhe gëzim të thjeshtë. Në komente, ndjekësit e shumt kanë vërshuar me zemra, urime dhe fjalë të bukura, duke e cilësuar Lunën si një engjëll të vogël dhe çiftin si një shembull të dashurisë së vërtetë. Pas gjithë vëmendjes mediatike, suksesit në ekran dhe dashurisë së madhe që kanë krijuar rreth vetes, është pikërisht kjo, jeta e tyre private, e sinqertë, që mbetet më e bukura për t'u ndarë. Ndjekësit tashmë janë mësuar që Luizi dhe Kiara të mos jenë vetëm personazhe publike, por edhe prindër të përkushtuar, që çdo ditë e më shumë tregojnë se roli më i bukur dhe më i vërtetë që kanë është ai i mamit dhe babit. Me këto copëza nga përditshmëria, Kiara dhe Luizi nuk japin vetëm lajme, por japin emocion, dhe kjo video e Lunës është një tjetër dëshmi që dashuria familjare mbetet gjithmonë në qendër të gjithçkaje. Duket se teksa Luizi shfaqet gjithnjë më aktiv në projekte artistike, Kiara është gjithmonë pranë Lunës, duke u siguruar që çdo moment i saj i fëmijërisë të jetë i mbushur me gëzim, ndriçim dhe dashuri. Dhe pavarësisht botës dinamike të televizionit, eventeve apo rrjeteve sociale, familja e vogël e tyre vazhdon të mbetet streh e dashurisë dhe thjeshtësisë.